Presidenti Amerikan Donald Trump mbajti të martën fjalimin e tij vjetor para Kongresit, duke thyer rekordin për fjalimin më të gjatë presidencial në histori, me një kozjatje prej 108 minutash, 1 orë e 48 minuta. Në këtë seancë të përbashkët të Dhomës së Përfaqësuesve dhe Senatit, Trump përqendroi fjalimin e tij kryesisht tek retorika politike, sulmet ndaj demokratëve dhe promovimi i politikave të tij të ekonomisë dhe politikës së jashtme. Trump hapi fjalimin me një ton optimist, duke përshkruar vendin si më i madh, më i mirë, më i pasur dhe më i fortë se kur më parë, ndërsa cilësoi këtë periudhë si epokën e artë të Amerikës. Ai theksoi arritjet e administratës së tij, duke përmendur ekonominë, rënien e inflacionit dhe stabilitetin e tregut të punës, edhe pse të dhënat zyrtare tregojnë se rritja ekonomike ka mbetur e ngjashme me vitin e kaluar dhe inflacioni vijon të jetë mbi objektivin e rezervës federale. Një pjesë e madhe e fjalimit u fokusua te sulme ndaj demokratëve, të cilët sipas tij po shkatërrojnë vendin, duke akuzuar për tolerim të abuzimeve me programe shtetërore dhe manipulime zgjedhore. Trump u drejtua drejt për drejt ligjvënësve demokrat me tone të ashpra, sidomos kur diskutoi propozimet për financimin e Departamentit të Sigurisë Kombëtare dhe ligjet kundër krimit. Në politikën e jashtme, Trump lavdëroi ndërhyrjet ushtarake në qytete si Washingtoni, Memphis dhe New Orleans, përmendi tensionet me Iranin dhe operacionin ndaj Venezuelës, duke quajtur arrestimin e presidentit Nicolas Maduro si një ndër ndërhyrjet më spektakolare në histori. Ai shprehu gjithashtu gatishmërinë për diplomaci, por theksoi se nuk do të lejojë që Irani të zotërojë armë bërthamore. Fjalimi përfshiu edhe momente më konsensuale. Trump shpërndau medalje dhe lavdëroi ekipin amerikan të hokejt mbi akull, fitues të medaljes së artë olimpike, duke marrë duar trokitje nga të dyja palët. Ai përmendi edhe rolin e zjarfikësve, lavdëroi Space Force si fëmijën e tij dhe zonjën e parë Melania Trump si një yll kinemaje. Në planin ekonomik, presidenti promovoi tarifat e njëanshme ndaj mallrave të huaja dhe politikat fiskale për vitin 2025, përfshir krimin e llogarive të investimit për të porsalindurit të quajtura Trump accounts, që sipas tij mund të arrijnë mbi $100,000 deri në moshën 18 vjeçare me kontribute modeste shtesë. Megjithatë, sondazhet e fundit tregojnë një rënje të mbështetjes për Trump, e cila aktualisht qëndron rreth 36%, kryesisht e republikanët dhe votuesit konservator. Kritikët argumentojnë se fjalimi, megjithëse historik për kozjatjen, nuk ofroi detaje të qarta për zgjidhjen e çështjeve kyç të brendshme dhe ekonomike, duke lënë të hapura shumë pikpyetje mbi drejtimin e ardhshëm të administratës. Nga ana tjetër, demokratët reaguan ashpër ndaj fjalimit. Senatori Chris Coons e cilësoi raportin si jashtëzakonisht të ulët, ndërsa ligjvënësit e tjerë e akuzuan presidentin për shmangje të çështjeve të ndjeshme. Fjalimi përfundoi me referenca ndaj etërve themelues dhe qëndrueshmërisë së eksperimentit amerikan, duke cilësuar situatën si një kthes historike, por ndarjet politike dhe skepticizmi publik mbeten të thella, ndërsa SBA-ja përgatitet për 250 vjetorin e deklaratës së pavarësisë.